Probabilitetin e komplikacioneve kishte të lartë dhe aplikuam një amputacion abdominoperinal laparoskopik ku de facto pacienti kishte 3 plagë të vogla në bark dhe plagën e amputacionit. Kishte më shumë gjak se sa zakonisht, pata një luhatje tensionit dhe më nxorën për krash nga salla. Aty filloi një lloj drame e brendshme që unë nuk do arrit të bëhem kirurg, por kaloj më mrapa me pak insistim dhe me pak vullnet. Pas planifikim me bë një hepatektomi të majt, një ndërhyrje goxha serioze, por që shkoi mirë dhe që mjaft e suksesshme. Moshë ishte pacienti? 83 vjeç. 83 vjeç, dhe çdo gjë shkoi me sukses edhe pse ishte... Ka shku në shtëpi vetë me kam të veta dhe fatmirësisht shumë të lumtur të gjithë. Kirurgjia ka shumë të rëndësishme që të gjitha gjërat të bëhen në masën e duhur, sepse nga një herë duke u përpjek me bë më tepër, mundesh jo me bë gjithmonë më mirë.